ju që jeni të pranishëm sot në këtë takim të cilin e konsideroj shumë të rëndësishëm, të mbledhur në një moment do të thosha përcaktues për të ardhmen e vendit dhe të shoqërisë tonë. Falenderoj me mirënjohje të gjithë përfaqësuesit e shoqërisë civile të pranishëm në këtë takim, përfaqësuesit e forcave politike dhe shpreh bindjen se konkluzioni apo përfundimi i këtij takimit me një front të përbashkët në këto kohë kritike që kalon Shqipëria është përgjigja më e duhur, është përgjegjësia më e vërtet që ne marrim në këto momente para vendit dhe kombit tonë. Të nderuar të pranishëm, sot Shqipëria, vendi ynë i dashur, vlerësohet si një rrezik, si një narkoshtet rrezik për Europën. Rrezik për Europën. Ky narkoshtet u krijua nga qeveria aktuale dhe Edi Rama për qëllimet më ugërzeza ndaj Shqipërisë dhe shqiptarëve. Ju rikujtoni këtu vitin e zi 2015 kur Shqipëria u mboll nga Pogonia Kakavia gjerë në kufi me plave guci me mira plantacione kanabis. Se si propaganda qeveritare u servir të shqiptarve kanabisin si një drejtim i ri, zhvillimi, pasurimi. Politikë kjo që u kundërshtua e vërteta është nga njerëz të përgjegjshëm në atë qeveri, konkretisht ish zëvendës kryeministri. Paralajmëroi Edi Ramën se ky është shkatrimi i ekonomisë, kurse ai insistoi se kjo është para, dhe paraja është e dobishme. Asnjë vend, asnjë kombë tjetër nofta në Europë, asnjë vend, asnjë kombë tjetër në Europë se në Amerikën Latine e kanë provuar, nuk kanë provuar si shqiptarët se sa toksike është paraja e drogës, paraja e karteleve, se sa shkatrimtare është për ligjin, për demokracinë, për jetën, për ekonominë e një vendi, kjo para. Dhe sot, ne përfundojmë një vend aleat i NATO-s
rrezik për Europën. Duhet të njohim një merit historike. Presidenti Donald Trump që shpalli kartelet e drogës organizata terroriste. Sepse në fakt për fuqinë e tyre shkatrimtare, ato krahasohen dhe të i kalojnë organizatat më të fuqishme terroriste. Në këtë kuadër të karteleve organizata terroriste, Shqipëria mund të renditet e dyta pas Venezuelës ose krahas Kolumbisë. Shqipëria është sot koka, Shqipëria zyrtare, e karteleve më të fuqishme të drogës në Europë. Për dy arsye. Së pari, sipas Organizatës Kombeve të Bashkuara, Shqipëria është eksportuesi kryesor i kanabisit në Bashkimin Evropian. Dhe në vendin e parë. Së dyti, zhvillimet e këtyre 2 viteve të fundit kanë faktuar në mënyrë të pakundërshtueshme se trafikantët shqiptar, kartelet shqiptare të kokainës, përcaktojnë çmimin e këtij helmi në Europë. Dhe çmimin e përcakton ai që sjell më shumë. Ai që është aksioneri më i madh. Dhe aksioner më i madh janë bashkëpunëtorët e Edi Ramës, Franz Çopja, dhe grupe tjera të cilat ne as nuk i dim, po unë vetëm një emër, vetëm një dhanë do t'u jap ju. Në Paraguay, një super trafikant i quajtur Diego Benitez, i cili disponon në vit 350 ton kokain, bashkëpunon jo me një, por me 41 klane shqiptare. 41 klane shqiptare. Ju garantoj se po kaq famzi sa që janë në Europë klane shqiptare të drogës me mbështetje nga qeveria shqiptare janë, edhe koha do provojë, edhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës, edhe në Australi, edhe në Azi dhe në vende tjera. Ato janë bërë sot transportuesit kryesor të kanabisit, të kokainës. Miliardierët më të shumë të kokainës. Kurse shqiptarët, qytetarë shqiptarë, përjetojnë një narkodiktaturë. Ato diktojnë rezultatin e zgjedhjeve. Kanë futur në parlamentin aktual 28 deputet me listë. Ato marrin çdo vendim, emërojnë çdo ministër. Ju rikujtoj këtu se Ergjys Agasi, për llogari të bandave dhe të tij, ka larguar nga detyra 3 ministrat brendshëm. Kush ishte Ergjys Agasi? Njeriu më i afërt në çdo aspekt i Edi Ramës. Njeriu më i afërt. Njeriu që mirë të pengje për Edi Ramën dhe që organizon të sjell peng edhe Arben Ahmetajn për shkak të denoncimeve që i bën ai nga Lugano.